Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lezër të nderuar, motër të respektuara, Allah i dashur Esmerald. Në këtë mësim, po e përmbyllim tek relacioni i germave mes vete dhe kemi tregu se tek relacionet, më thonë, mes germave, kemi trajtu, fillimisht e kemi trajtu dy germat që janë të njëjta, kur të vinë së bashku, si duhet të shqiptohen. Kur janë të njëjta në vend artikulim dhe në cilësi, atëherë duhet të bëhet idgham. Kemi trajtu se kur janë të parafërta në vend artikulim apo në cilësi dhe karakteristika, aty kemi thonë se në bazë është idhari, përveç se në raste të veçanta ku duhet të bëhet idghami, të cilët i kemi shpjeguar, dhe kemi trajtu po ashtu dy germat që janë nga i njëjti vend artikulim, por se nga cilësi, kanë cilësi apo karakteristika të ndryshme. Dhe aty kemi thënë po ashtu se duhet bëhet idgham. Në këtë mësim, me lejen Allah Azza wa Jall, do ta trajtojmë shkurtimisht, pasi që është e qartë, kur janë dy germa me vendartikulime të ndryshme, të largëta, dhe po ashtu me karakteristika apo cilësi të largëta. Këtu i kanë quajtur dietarët el harfani el mutabaidani, dy germat e largëta. Edhe këtë, si tek kategoritë tjera që kemi thonë edhe më herët, i kanë ndajt në të vogël, kur vjen sukuni përpara, kur janë e lëvizshme pastaj, apo kur vinë të dyjet të lëvizshme, si për shembull alime, dhe kanë vendartikulime dhe karakteristika të largëta, do thonë s'kan të parafort asgjë, apo kategoria, do thonë absolute, që kanë thonë kur janë e para e lëvizshme dhe dyta me sukun. Këtu shikues nderor është menaci të shqiptohet me idhar. Sipas të gjithë lexuesve, do thonë ka ijma në këtë mesele, sikurse për shembull kur themi men amene, nuni me sukun, për shembull kjo është kategoria e vogël, men amene, nuni me sukun, pastaj vjen do thonë është hemze. Këtu, do thonë nuni me hemze, do thonë nuk kanë afërsi. Nuk kanë vendartikulim të njëjtë, do thonë janë të largëta mes vete, si në vendartikulim, po edhe në cilësi apo karakteristik. Prandaj duhet domethënë të shqiptohet qartë. Men amene. A ki mundsi me përsërit men amene. Men amene. An'amta. An'amta. Alejhim. 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 Ja me ha, kanë vendartikulime të largëta dhe po ashtu cilësi apo karakteristika të largëta. Teshkurune, shin me kef, po ashtu. Shin, në thënë bëhet me gjuhë, ajo kef është në fyt. Teshkurune. Teshkurune. Yu'minune. Yu'minune. Yaqra'une. 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 Al-munkhaniqatu. Al-munkhaniqatu. Nuni me khajen, do thonë janë të largëta, prandaj është edhe këtu ka shumë shembuj në Kur'an për idhar, vetëm disa shembuj këtu që të dimë veç klasifikimet apo kategoritë, pasi që i kemi përmend të gjitha kategoritë tjera, po përmendme edhe këtë kategori që e kanë përmend dietarët edhe pse kjo në bazë është e qartë. Pasi që ato tjerat janë pak të veçanta, ku duhet të respektojnë rregulla të specifikuara, ndërsa këtu nuk kemi as të bëjmë me iqlab, as me ikhfa, as me idgham, por se kemi qartë idharin. Prandaj vetëm se disa shembuj, edhe pse ka shumë shembuj. Një shembull tjetër, al-munkhaniqatu. Al-munkhaniqatu. Do thonë nuk lejohet të bëhet këtu për shembull al-munkhaniqatu, por se pasi që do thonë është idhar dhe janë do të thonë të largëta mes vete. Vendartikulimet dhe po ashtu në cilësi dhe karakteristika janë të largëta. Duhet të themi al-munkhaniqatu qartë. Çfarë ke mundësi më përsërit? Al-munkhaniqatu. Po, mirë. Allahu shpërbleft. Këto ishin pra shembuj për germat që janë të largëta në vendartikulim dhe në cilësi. Ju këshilloj edhe juve shikues të nderuar që ti përsëritni shembujt, edhe kur të lexoni në Kur'an që aty ku nuk ka idgham, ku nuk ka iqlab, ku nuk ka ikhfa, ti shqiptoni domethënë me idhar qartazi. Allahu ju dhën sukses. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.